Benita, Arditi dhe Labi janë përballur me një vendim që nuk e prisnin dhe që ka ndryshuar dinamikën brenda shtëpisë së Big Brother Kosova. Ata kanë pranuar të bëjnë një kompromis të madh, të zbritet 20.000 euro nga çmimi i madh vetëm që Toni të hyjë brenda në shtëpi. Ky vendim është rezultati një marrëveshjeje që ka lindur nga presioni dhe dëshira për të parë lojën të ndryshojë me prezencën e tij. Vendimi nuk ka qenë i lehtë për ta. Benita, Arditi dhe Labi e dinin se po sakrifikonin një pjesë të konsiderueshme të shpërblimit financiar vetëm për të përmbushur dëshirën e një bashkëlojtari. Kjo situatë ka krijuar tension dhe debat të brendshëm, sepse secili nga ta duhet të peshonte rëndësinë e parave kundrejt emocionit dhe strategjisë brenda lojës. Për ta, çështja nuk ishte thjesht financiare, por edhe strategjike. Prezenca e Tonit mund të ndryshojë ekuilibrin, aleancat dhe lojën e banorëve. Benita shprehet se vendimi u mor edhe për të ruajtur atmosferën dhe dinamikën brenda shtëpisë. Ajo thotë se ndonjëherë duhet të bësh sakrifica për të ruajtur lojën tërheqëse dhe për të mbajtur banorët të përfshirë emocionalisht. Arditi shton se ka kuptuar rëndësinë e hyrjes së Tonit dhe se kjo mund të sjellë situata të reja, diskutime, konflikte dhe marrëveshje që do të bëjnë lojën më interesante për të gjithë. Labi, nga ana e tij, tregon se edhe pse 20.000 euro janë shumë, nuk është gjithçka që ka rëndësi. Ai thotë se loja nuk matet vetëm me para, por edhe me momentet, emocionet dhe surprizat që ndodhin brenda shtëpisë. Për të, hyrja e Tonit është një mundësi për të parë lojën në një tjetër dimension dhe për të krijuar lidhje, strategji dhe intrigë që nuk do të kishin ndodhur pa këtë sakrificë. Vendimi që ata morën tregon shumë për natyrën e lojës së Big Brother. Është një kombinim mes emocioneve, strategjisë dhe sakrificës. Të tre e dinin se po e zvogëlonin mundësinë e fitimit financiar, por për ta kjo nuk ishte gjëja më e rëndësishme. Ata e pan vlerën më të madhe të mome. Sadha rrëfen me lot në sy dhe me një dhimbje të thellë historinë e dashurisë së saj 10 vjeçare, një marrëdhënie që në fillim dukej e bukur dhe e qëndrueshme, por që me kalimin e kohës mori një kthes të errët. Ajo tregon se partneri i saj, për të cilin kishte besuar dhe investuar 10 vite të jetës së saj, rezultoi të ishte njeri i dhunshëm dhe i keq. Në fillim, gjërat ndoshta dukeshin normale, por me kalimin e kohës filluan të shfaqen shenjat e dhunës fizike dhe emocionale. Sadha ndjeu se çdo përpjekje për të kuptuar dhe për të ruajtur marrëdhënien shpesh përplasej me një mur të padukshëm frike dhe kontrolli. Ajo tregon se partneri i saj nuk respektoi asnjë kufi dhe arriti deri aty sa i tha fjalë që e lanë të shokuar dhe të thyer brenda: "Mos ke kryer marrëdhënie me vëllain tënd. Se ju nuk jeni të një nën dhe një babë." Këto fjalë ishin jo vetëm të dhimbshme, por edhe të papërballueshme. Ishin një shprehje e keqtashjes, e mungesës totale të respektit dhe e dhunës psikologjike që shkatërroi çdo ndjenjë besimi dhe sigurie që Sadha kishte ndërtuar gjatë 10 viteve. Sadha rrëfen se në ato momente kuptoi se nuk mund të vazhdonte më të qëndronte në këtë marrëdhënie. Dhuna, fjalët e rënda dhe frika e vazhdueshme e detyruan të marrë vendimin më të vështirë, të japë fund 10 viteve të jetës së saj në këtë marrëdhënie. Ishte një vendim i dhimbshëm, por i domosdoshëm, sepse nuk mund të lejohej që respekti, integriteti dhe dinjiteti i saj të thyeshin më tej. Në rrëfimin e saj, Sadha tregon se ndonse se kjo lidhje kishte pasur momente të bukura, dashuria nuk mund të ekzistonte në një ambient ku mungonte respekti dhe ku dhuna ishte prezente. Ajo mëson se dashuria e vërtet nuk duhet të shoqërohet me frikë, kërcënime apo fjalë që lëndojnë shpirtin. Për Sadhen, përfundimi i marrëdhënies nuk ishte thjesht një akt i dhimbshëm emocional, por edhe një akt mbrojtjeje për vetvlerësimin dhe shëndetin e saj emocional. Historia e saj është një kujtesë e hidhur për të gjithë. Situata mes Elionës dhe Edit përshkallëzohet në një debat të fortë, ku fjalët bëhen gjithnjë më të rënda dhe presioni emocional rritet. Eliona i drejtohet Edit me tone kërcënuese, duke i thënë që të mos e bëj më të hap gojen, sepse sipas saj mund ta vërë në siklet dhe ta bëj horë. Ajo shton me ironi dhe arrogancë se është vetëm 18 vjeç dhe se nuk ka pse t'i tregojë asaj se çfarë është jeta, duke u përpjekur të marrë epërsi morale dhe psikologjike në debat. Edi nuk rri i heshtur përballë këtij presioni. Ai i përgjigjet me zë të fortë dhe me tone paralajmëruese, duke i thënë Elionës që të ruhet ku shkel, sepse sipas tij mund të shkel në mina. Me këtë shprehje, Edi nënkupton se ajo po hyn në një territor të rrezikshëm me fjalët dhe akuzat që po bën, dhe se pasojat mund të jenë të rënda nëse vazhdon në këtë mënyrë. Debati merr edhe një tjetër kthes kur Edi i kërkon Elionës që të mos përmend informacione nga jashtë.
Ai I bën të qartë se kjo është e papranueshme dhe kundër rregullave, duke theksuar se ata njihen shumë mirë edhe nga më parë. Ai thot se kanë pirë kafe bashk, janë njohur mirë dhe madje janë njohur edhe më herët, ndaj nuk ka nevojë që ajo të sjellë gjëra nga jashtë për ta vënë atë në pozitë të vështirë, me tone të ashpra. Edi I thot Elionës ta mbyll gojen dhe të mos sjellë informacione nga jashtë, sepse kjo vetëm sa e përkeqëson situatën dhe e nxjerr keq edhe atë vetë. Ai shprehet I bindur se gjithçka që ka mes tyre është e qartë dhe nuk ka nevojë për insinuata apo kërcënime të mbështetura në gjëra që nuk kanë vend brenda shtëpisë. Atmosfera bëhet shumë e rëndë dhe banorët e tjerë ndihen të tensionuar nga kjo përplasje. Disa përpiqen të ndërhyjnë për të qetësuar situatën, ndërsa të tjerë mbeten spektator të heshtur, duke kuptuar se debati ka kaluar nga një konflikt I thjesht në një përballje personale me akuza, paralajmërime dhe fjalë të forta. Kjo ngjarje nxjerr në pa sa shpejt mund të kalohen kufit në një ambient të mbyllur. Ku e më? Edi shprehet qartë dhe me sinqeritet se ai nuk e ka ofenduar Elionën dhe se kjo gjë është kuptuar edhe nga vetë Eliona. Madje, ajo ja ka shprehur këtë edhe në gjermanisht, duke treguar se e ka marrë mesazhin e tij ashtu siç ishte, pa keq kuptime dhe pa ndonjë ndjenje të keqe. Për Edin, kjo është e rëndësishme, sepse qëllimi I tij nuk ka qenë kur të lëndoj apo të ul dik, e aq më pak Elionën. Megjithatë, Edi tregon maturi dhe respekt duke thënë se edhe sikur fjalët e tij të jenë interpretuar ndryshe apo të kenë tingëlluar si ofendim, ai është I gatshëm të kërkojë falje. Jo sepse ndihet fajtor, por sepse respekton situatën, moshën dhe pozitën e Elionës në shtëpi. Ai thekson se Eliona është më e vogla në shtëpi dhe mbi të gjitha është vajzë, ndaj meriton respekt, mirëkuptim dhe kujdes të shtuar në komunikim. Edi shton se në një ambient ku jetojnë shumë njerëz bashk, debatet, keqkuptimet dhe fjalët e thëna me nxitim janë të pashmangshme. Por ajo që ka rëndësi është mënyra se si përballohen këto situata dhe sa gatishmëri ka secili për të reflektuar dhe për të mbajtur një klim të shëndetshme. Për të, kërkimi I faljes nuk e ul askënd, përkundrazi e bën njeriu më të fortë dhe më të respektueshëm. Ai thekson se e vlerëson Elionën si person, si vajzë dhe si pjesë të shtëpisë, dhe nuk ka asnjë qëllim ta vendosë në siklet apo ta bëjë të ndihet e nënvlerësuar. Respekti ndaj saj vjen natyrshëm, jo vetëm për shkak të moshës, por edhe për shkak të edukatës dhe vlerave që ai vetë mban. Edi shpreson që çdo gjë mes tyre të mbetet e qartë, pa ngarkesa emocionale dhe pa keq interpretime. Në fund, ai thekson se harmonia, respekti dhe komunikimi I drejtë janë më të rëndësishme se çdo debat apo fjalë e thënë në moment nervozizmi. Për Edin, marrëdhëniet njerëzore ndërtohen mbi mirëkuptim dhe respekt, dhe kur këto ruhen, çdo keqkuptim mund të kapërcehet me qetësi dhe maturi. Situata në shtëpi përshkallëzohet kur Klodi, në një moment nervozizmi dhe tensioni, shtyn Labin dhe I hedh një shishe me ujë drejt e në sy. Gjithçka ndodh shumë shpejt dhe atmosfera ndryshon menjëherë. Labi mbetet I shtangur, kap fytyrën me duar dhe fillon të sillet sikur nuk po sheh mirë. Ai ankohet se I djegin syt dhe se shikimi I është turbulluar, duke e bërë situatën edhe më serioze dhe shqetësuese për banorët e tjerë. Të gjithë mblidhen rreth tij, disa të habitur, disa të shqetësuar, ndërsa tensioni ndihet në ajër. Labi vazhdon të thotë se nuk po sheh si duhet dhe se ajo që ndodhi nuk është thjesht shaka apo moment nervash, por një veprim që ka kaluar çdo kufi. Ai shprehet I revoltuar dhe I lënduar, jo vetëm fizikisht, por edhe moralisht, sepse sipas tij askush nuk ka të drejtë të përdorë dhunë, qoftë edhe në formë shtyrjeje apo hedhjeje uji, në mes të gjithë kësaj situate. Labi kërkon me zë të lartë zarf të zi. Ai thotë se ky veprim duhet të ketë pasoja dhe se vëllai I madh duhet të reagojë. Për të, ajo që ndodhi është shkelje e rregullave dhe një precedent I rrezikshëm për jetesën në shtëpi. Ai e bën të qartë se nuk ndihet I sigurt dhe se nuk mund të vazhdojë të jetojë në një ambient ku tolerohet sjellja agresive. Labi shkon edhe më tej, duke thënë se nëse vëllai I madh nuk e sjell zarfin e zi dhe nuk merr masa për këtë ngjarje, ai vetë është I gatshëm të largohet nga shtëpia. Nëse nuk ka drejtësi këtu brenda, do dal unë nga shtëpia, shprehet ai me vendosmëri, duke treguar se për të dinjiteti dhe respekti janë më të rëndësishme se loja. Klodi, nga ana tjetër, përpiqet të justifikojë veprimin e tij, duke thënë se nuk kishte qëllim ta lëndonte Labin dhe se gjithçka ndodhi në vapën e momentit. Por tensioni tashmë është krijuar dhe besimi është lëkundur. Banorët ndahen në mendime, disa mendojnë se reagimi I Labit është I tepruar, ndërsa të tjerë e mbështesin duke thënë se dhuna, sado e vogël të duket, nuk duhet të tolerohet, e gjithë shtëpia mbetet në pri.
Gjatë primejit, përballja mes Labinotit dhe Albës merr një drejtim shumë të ashpër dhe të drejtë për drejtë. Në një moment tensioni të lartë, Labinoti i përplas fjalët Albës sy më sy, pa filtra dhe pa u tërhequr as pak nga ajo që po thotë. Ai akuzon hapur për sjelljen e saj brenda shtëpisë, duke i thënë se hedh mbathjet dhe tangat gjithandej nëpër shtëpi dhe se nuk pastron brekët, që sipas tij janë lënë kudo dhe kanë krijuar bezdi për të gjithë. Fjalët e Labinotit janë të forta dhe të rënda, sidomos sepse thuhen në mes të primejit, përpara publikut dhe banorëve të tjerë. Ai vazhdon duke i thënë se kjo sjellje i shpif dhe se nuk është as pak e hijshme. Sipas tij, Alba shuhet për dy gjëra, për mënyrën se si ofendon dhe për mungesën e kujdesit ndaj pastërtisë. Këto akuza i thot hapur, pa e ulur tonin dhe pa u ndalur, duke e bërë situatën edhe më të tensionuar. Alba mbetet e habitur dhe e prekur nga mënyra se si Labinoti zgjedh ta përballë. Ajo përpiqet të mbrohet, por pesha e fjalëve të thëna publikisht e bën situatën shumë të vështirë. Banorët e tjerë reagojnë në mënyra të ndryshme, disa mbeten në heshtje, disa duken të parehatshëm, ndërsa disa të tjerë habiten nga ashpërsia e gjuhës së përdorur. E gjithë kjo përplasje e nxjerr edhe një herë në pa sa të brishta janë kufit e respektit në një ambient të mbyllur si shtëpia. Kur tensionet grumbullohen, fjalët dalin pa u menduar dhe shpesh kalojnë çdo limit. Labinoti e justifikon veten duke thënë se po flet të vërtetën dhe se është i lodhur nga ajo që ai e quan sjellje e papërgjegjshme dhe mungesë respekti ndaj hapësirës së përbashkët. Nga ana tjetër, situata ngre shumë pikpyetje për mënyrën se si zgjidhen konfliktet dhe sa e nevojshme është që kritikat të bëhen me respekt, edhe kur ka pa kënaqësi reale. Prime i kthehet në një moment të fortë televiziv, ku tensioni, fjalët e rënda dhe përplasjet e drejtë për drejta tregojnë anën më të vështirë të bashkëjetesës dhe të ekspozimit publik. Kjo ngjarje lë gjurmë në mar. Alba fillon të ngacmoj kushtrimin me shaka dhe ironi, duke i hedhur një buzëqeshje provokuese. Ajo i thot pse nuk po e puth Sashën, pse po sillet kaq i ftohtë dhe i tërhequr. O kushtrimo, i thot ajo me ton lozonjar, çfarë po pret, pse nuk po e puth Sashën. Situata bëhet menjëherë gazmore dhe të gjithë rreth e rrotull fillojnë të qeshin e të presin reagimin e tij. Kushtrimi, pa e humbur qetësinë, ia kthen me humor dhe pak sarkazëm. O Alba, Ludo është playboy, nuk puth kështu kot. Alba qesh dhe nuk dorëzohet, vazhdon ta ngacmojë, duke e shtyrë edhe më shumë drejt një situate që ajo e di se do të krijojë reagime. Sasha futet në bisedë dhe me një buzëqeshje të lehtë thot, po presim puthjen tënde. Duke e thënë më shumë si shaka, por edhe me një dozë kurioziteti, por kushtrimi është i prerë. Ai thot se Ludo nuk ja jep puthjen kujtdo dhe se nuk bie kaq poshtë. Ai shton hapur se Alba nuk është në preferencat e tij, duke e thënë pa ofendim, por thjesht si një mendim personal. Kjo fjalë sjell reagime të ndryshme, disa qeshin, disa habiten, ndërsa Alba përpiqet ta mbulojë situatën me shaka, edhe pse ngacmimi i saj tashmë merr një drejtim tjetër. Sasha, duke e parë gjithë këtë situatë, i drejtohet Albës dhe i thot me humor, ti je tura adekun për të, moj vajzë, duke e thënë me një ton tallës, por jo dasha keq. Alba reagon menjëherë, duke u mbrojtur dhe duke thënë se gjithçka është vetëm shaka. Por tensioni i vogël në ajër nuk kalon pa u ndjerë. Sasha vazhdon bisedën duke shtuar se të gjithë mezi po presin primein, që të shohin nëse do të dalë ndonjë puthje apo ndonjë reagim i papritur nga kushtrimi. Situata bëhet gjithnjë e më interesante, sepse secili ka mendimin e vet dhe secili përpiqet të lexojë tjetrin. Kushtrimi qëndron i qetë, i sigurt në veten e tij, duke treguar se nuk ndikohet lehtë nga presioni apo nga ngacmimet. E gjithë biseda mbetet në një frymë lozonjare, me batuta, nënkuptime dhe humor, por edhe me mesazhe të qarta për kufit personal dhe